Jemi në transmetim drejt për drejt. Përshëndetje. Përshëndes gjithëve nga Tirana. Ndodhem afër pallatit me shigjeta, më saktësisht tek kompleksi Deli Orgji. Ju përshëndes gjithëve në këtë live stream. Si që shohim nga pamjet, ky është një zonë shumë e bukur e Tiranës, kompleksi Deli Orgji, ose më saktë më afër për ata që e njohin tek pallati me shigjeta. Ky është Lumi Lana. Traveler qëndro online për çdo gjë. Atëherë vazhdojmë rrugën. Jola, përshëndetje. Përshëndetje Rezi. Atëherë do të bëjmë një rrugtim së bashku tek kompleksi të cilin e kemi pak a shumë përballë. Është një kompleks i cili është shumë i bukur, fatikisht do ta shohim së bashku në transmetim të drejt për drejt. Do doja që të gjitha lagjet ose ndërtesat në Tiranë të ishin si këto pamje që po shohim. Është kompleksi thuajse më i bukur në Tiranë. Gjithçka këtu është perfekte, duke filluar që nga pjesa e pastërtisë, por edhe tek ndërtesat. Shikohet një kualitet. Atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Hej, panu, përshëndetje. Përshëndes. Është një kompleks ky i cili ka gjithçka brenda. Është thuajse e kompletuar gjithçka, duke filluar që nga pemë dekorative, por edhe këndelora është për fëmijë, të cilët do të shfaqin pas pak.
djathtas. Rezi duket si fan si ajo e vjetër nga komentet, por nuk e di. Traveler Kid, po, është shumë bukur, ndaj edhe ne sot kemi ardhur këtu. Konfirmo audio, video si duket. Traveler mund ta shpërndash pak linkun nëse i ke faqen e hapur. Evans Dini, përshëndetje vlla, si kalon? Pra si që po thoj edhe pak më parë, tu ndodhet edhe këndi i lojrave për fëmijë. Është një kompleks i cili ka gjithçka këtu. Ka kënd lojrash, por edhe ambiente të tjera argëtuese. Arjan Shaba, të përshëndes. Bujar gjypi, po, është vërtet shumë bukur. Atë thash edhe kur fillova live streamin. Nëse do ishte Tirana gjitha kështu, do ishte perfekte. Por kjo është vetëm një zonë e caktuar, është një blok pallatesh, është një kompleks, si mund të them pallatesh, i cili ndodhet afër pallatit në Shigjeta. Kisha parë fotot dhe videot në internet, ndaj edhe erdha këtu. Do dohet bëj këtë live stream, kështu që erdha sot. Do të jetë një live stream i shkurtër, sepse kam të angazhime tjera për të bërë. Gjithsesi, po jo shfaq pamjet dhe mund të shikoni, mund të komentoni, të jepni mendimin tuaj. Imagjinoni të ishte Tirana e gjitha kaq perfekte. Efekti barit, po, fyri është shumë i bukur. Do të jem aty pas shumë shpejt. Ndoshta brenda javës që vjen, do
do t'jem aty në Fier. Do të bëj sërish një live stream aty. Nëse ka komente negative, ai mund t'i bllokoj. Fillimisht mund ta paraemëroj userin, pastaj nëse useri nuk bindet, mund të bllokoj, mund ta përjashtoj atë user. Temperaturë e freskët, pra jemi në temperaturë 16 gradë sot, ku në Tiranë nuk është keq, por fryn pak erë e freskët. Gjithsesi temperatura është okay. Temperaturë më të ngrohta, edhe videot tona do të jenë më të shumta, sepse në pranverë ne bëjmë shumë video të ndryshme në qytetet tona. Efekti po, faqja në Instagram është me emrin, siç është emri në YouTube, është edhe faqja e Instagramit Albert Vaja Production. Shikoni sa bukur ky kompleks. Liliana Deqa, përshëndetje. Pra kjo është një lagje model këtu në Tiranë. Është një kompleks privat pallatësh. Korezi është vërtet shumë bukur. Gjithçka në vendin e vet, gjithçka perfekte.
Ky kompleks është vërtet sigur e qenë në perëndim. Gjithçka në perfeksion. Nuk e kam bërë pardia të rrugë, por e kisha të regjistruar dhe e shfaqa. Pra videot që transmetohen si premier nuk do të thotë që janë video live, po janë video që transmetohen për të parë dhe unë kam përdorur opsionin premier për të shfaqur këto video, por nuk do të përdorën videot premier herë tjetër sepse shikoj që audienca aty është pak e dobët, kështu që do të përzjedh opsionin normal. Bujar, po, ka emër, quhet kompleksi Deliorgji. Atëherë po e mbyll live streaming këtu, sepse do të duhet të vazhdoj në angazhimet e mia të tjera. Ju përshëndes të gjithëve kudo që ndodheni, ju uroj shikim të këndshëm. Për ata që nuk e kanë parë live streaming nga fillimi, mund të kthehen pas në video dhe mund ta shikojnë live streamin aty. Një përshëndetje të gjithëve nga Tirana. Uroj të kaloni bukur, do të rishihemi sërish së shpejti. Faleminderit, kalofshi bukur.